parzit kur e përmenet e Musa a.s. edhe populli i tij kur i thot na mashtrove, më kujtu një deklarat, bashkë kisha dëshirë me dëgju mendimin tënë. Zlatan Ibrahimović, që është një futbollist i njohur, ndoshta ke dëgju, e dha një deklarat i cili ka bërë bujt madhe nëpër këtë mediat evropiane botërore. Tha, unë nuk besoj në Zot, sepse kur ish vllau im i smur, pi një smundje dhe vdiq, ku ishte, tha Zoti, në atë moment. Kjo deklarata e tij, Allahu e udhëzoft, deklarata e tij dhe të ngjashmeve me të nuk është e para në këtë botë, domethënë sepse njerëzit nuk kanë arritur të kuptojnë arsyeën e ekzistimit të smundjes, vdekjes edhe domethënë problemeve në jetë. Edhe njëra prej argumenteve që përdorin ateistët në luftë kundër besimit është kjo, nëse Zoti ekziston dhe është aq i mirë sa e përshkruani ju besimtarët, pse si ndihmon njerëzit kur kanë probleme, kriza, smundje të rënda, gjenocide, masakra, vdekje nga uria për shembull, edhe këtë rast për shembull kur vdes një afër i familjes. Ai nuk e kupton se Allah është i gjithëmëshirshëm, është i gjithdijshëm, është edhe i gjithfuqishëm. Edhe çdo gjë që vepron në tokë me njerëzit është në përputhje me këto veti që i ka madhnia e tij subhanahu wa taala. Edhe smundjet, edhe vdekjet, edhe ato janë pjesë e jetës. Nuk ka mundësi njerëzit me jetu pa fund. Nuk ka mundësi, duhet me vdek. E dikush vdes nga mosha, dikush vdes nga sëmundja, dikush vdes nga aksidenti, dikush vdes nga uria, dikush vdes nga zullumi i tjetrit. Këtë këto për me nxjerrë në shesh natyrat e njerëzve. Për shembull këtë rast për me nxjerrë shesh deklaratën ateiste të këtij, do thot yllit futbollit për një kohë të caktuar. Me kuptuar se ky, do thot ka harruar se suksesin që e kishte dekada me radhë nuk ishte vetëm mjeshtria e tij. Po, nëse themi që është mjeshtria e tij, kush ja dha atë mjeshtria e tij? Kush ja dha ato eshtra, ato muskuj? Kush ja dha atë vullnet? Që ai të merret me sport e tregohet domosdoshmë i suksesshëm karrierën e tij. Ja dha dikush. Pse vllau i tij nuk e pat suksesin se e pat ky. Do thot ndryshimi në kreaturë, ndryshimi në forcë fizike, ndryshimi në vullnetet e njerëzve, këtë është kjo për Zotit. Për me kuptu njeriu i fuqishëm, domethënë mëshira ndaj doptit, për me kuptu i dopti, do thot se fuqia nuk është çdo gjë që do me pas njeriu në jetën e vet. E pastaj do thot kur vdesin njerëzit nga uria për me kuptu çka do të thonë se njeriu me qenë lakmiqar, tu pas miliarda me lakmua dhe më tepër edhe milion njerëz me vdekje mos më ndihmu. Për me dalë në shesh vlera e sadakas, e lëmoshës, e humanizmit, e kështu me radhë, për me dalë në shesh vlera e drejtësisë, kur kemi rast me kasapa që vrasin e thejrin njerëz pa kufi. Këtë kjo për me nxjerrë shesh realitetin e njerëzve. I miri me dalë shesh, durimtari me dalë shesh, zullumqari me dalë shesh, lakmusi me dalë shesh, ateisti me dalë shesh, besimtari me dalë shesh, domethënë këtë njerëzit dalin me brendësitë e veta. E s'ka dyshim se këto situata besimtarët janë e para më të lumturit, e dyta do thot më fituesit në këto betejë të jetës. Na kemi biseduar edhe me mjek jo musliman. Po. Rastin e smundjes. Ata na kanë vërtetuar, jo një, po shumica e mjekëve na kanë vërtetuar se kur kemi pacient besimtar, pa marrë parasysh çfarë smundje ka të rëndë, e kalojmë trajtimin e tij, smundjes së tij shumë më lehtë për dallim për atij që na vjen me smundje të ngjashme apo të njëjtë, mirë po i mungon besimi. Do thot, mungesa e fuqisë morale të këtij i dyti është pengesë më e madhe se vetë smundja. Ne duhet të punojmë që ta ngrisim moralisht atë që pastaj të bëjmë ndonjë ndërhyrje, ndonjë operacion ose ndonjë ndërhyrje tjetër. Të besimtarët e kemi shumë lehtë, ata kanë, do thot, e kanë moralin shumë lart, edhe neve vetëm na duhet të ndërmarrim atë që na jep mundësi mjekësia. Çka kemi mësuar nga mjekësia, çka kemi zbuluar nga mjekësia. Ama besimtari do thot pjesën morale e ka të garantuar. Dhe për këtë arsye, edhe në këto situata dhe shesh rëndësia e besimit, edhe rreziku nga mosbesimi ose në këtë rast nga ateizmi, se këto deklarata do thot se Allahu është i gjithdijshëm edhe gjithmëshirshëm, rastin konkret e ka ditë, edhe është kujdes, do thot po e kalon test edhe për të ndjerin që ka ndruar jetë vllaun e tij, po edhe për këtë gjallin që ka marrë dhe ka dalë shesh ateizmi i tij. E ky ateizëm te ky ka ardhur për shkak të suksesit të madh që ka pas
dhe që ka menduar se është sukses vetanak i tij. Dhe ka harruar se çdo e mirë që na e kemi dhe çdo sukses që neve e fitojmë është me ndihmën dhe për kohën e Allahut. E kjo është parolla e çdo besimtarit. Andaj na e vrejmë për shembull edhe në sportet e ndryshme, se besimtari thot çdo sukses i atribuohet madhnisë së tij. Pastaj është normalisht disiplina jeme, angazhimi jem, puna jeme. Po Allahu ka dashur edhe unë kam këtë sukses. Kurse të ateistat ose të njerëzit jo besimtar, ata thënë unë kam punuar, unë jam marrë me sport, unë e kam lënë veten pa gjumë, unë e kam lodhur veten, andaj e kam arritur këtë sukses. Edhe këtë shembull Allahu i Madhëshëm na ka përmendur në Kur'an, sikurse është rasti i Karunit. Edhe kjo ka të bënë me kohën e Musa alayhis salam, një njeri që ka qenë miliarder, multimiliarder në gjuhën e sotit. Mirë po, mendje madh sikurse zakonisht njerëzit që kanë pushtet edhe pasuri, të paktët janë ata që janë të përkor apo të devotshëm. Një pjesë e madhe e tyre i kap mendje madhësia dhe i kap domethënë lakmia. Edhe ky thoi ke inma utituhu ala ilmin indi, këtë çka kam e kam fituar me dijen time, me aftësitë e mia. Vet kam ditë me punu edhe jam bo multimiliarder. Edhe sot shumica e multimiliarderave thënë kështu, kum punu une, jam mundu. Nuk jam nal. Nuk kupton se po mundi ti është shkak, ama kryesore në suksesin e ti është ndihma e Allahut xhelal. Edhe leja që Allahu ka dhënë, ai më qenë i atill. Sikur të mos jepte Allahu leje që ai të jetë i pasur, nuk do ishte. Sikur të mos jepte leje Allahu ai të ketë pushtet, nuk do e kishte. Edhe jo muslimanët, edhe diktatorët kur e marrin pushtetin, edhe ajo ndodh me lejen e Allahut. Tash edhe këto dikush ka thënë, po si lejon Allahu marrën një diktator në pushtet? Lejon për mu demasku një grumbull i madh i politikave që janë të padrejta, mirë po janë të maskuara. E vjen për shembull për krahje e një shembull shteteve të perëndimore të një diktatorit lindjes mesme për me kuptuar se demokracia për cilën flasin ata që ka fjalë goje, s'kan ka realitet. Se përndryshe është kundërshtim me parimet e tyre. E kështu me radhë. Andaj këtë që ka ndodh me lejen e Allahut, vullnetin e tij dhe ndihmën e tij. Edhe ky Karuni thëke unë e këti kam bo vetë. E çka ndodhi me të? Allahu i Madhërisëm një ditë të ekspozimit të marshimit që kishte ai me gjithë truprojën e tij, me gjithë pasurinë e tij, karavan, domethënë ecke ai me karavan ka shkojke. E përcjellin shumë njerëz, shumë kerre, shumë sigurim. E hapi tokën, do thot edhe shafiti ai edhe krejt karavani i tij e gëlltiti toka. Hini brenda tokës. Edhe fe khasafna bihi wa bidaril ard. Do thot atë dhe shtëpinë e tij, pallatin e tij dhe këtë njerëzit që ishin me të, na i shafitëm brenda tokës, i futëm tokë. Çesa vlente. Këtë ato miliardat e tuja, ajo fuqia jote, përcjellja jote, sigurimi jot, ushtria jote, kompanitë e tuja, punëtorët e tu nuk vlen. As nuk mund të shpëtu, as nuk mund të ndihmu. Edhe i gëlltiti toka. E kjo është modeli që domethënë Zoti i Madhërisëm paraqet njerëzve që habiten me sukseset e tyre dhe thonë që unë vetë e kam bë. Jo, na e kemi wa ma tawfiqi illa billah. Çdo sukses i imi vjen me Allahun, me ndihmën e tij. Dhe themi atë që thotë Allahu në Kur'an, hadha min fadli rabbi, këtë kjo që kemi është dhuntipi i Zotit tim. Dhe atë që thotë Allahu i Madhërisëm në Kur'an, fema bikum min ni'matin fa min Allah, çdo dhunti që e keni është prej Allahut. E këtë doshta me bash të shkjo fjallë doshta me dal. Ka qenë teniser shumë i njohur, nuk e di vitit. Se vetë ka qenë shumë i njohur, ka qenë lojtar i famshëm dhe njihet si legjenda e Wimbledonit turneut. Arthur Robert Ashe. Ai ndëroi jetë pasi u sëmur me smundjen e AIDS-it, SIDA-s. Pas një transfuzioni gjaku, para vdekjes i patën ardhur shumë letra nga simpatizant nga të katër anët e botës. Në një nga letra dërguesi pyeste, përse të zgjodhi ty Zoti të vuash nga kjo sëmundje e mallkuar. Arturi u përgjigj me një koment domethënës i cila thotë kështu: nga e gjithë popullsia e botës, 500 milion fëmijë i kanë hyrë lojës së tenisit. Prej tyre 50 milion i kanë mësuar rregullat e lojës. Nga këta 50 milion vetëm 5 milion i arritën të luajnë tenis. Prej tyre 50.000 arritën të luajnë tenis profesional, vetëm 5.000 prej tyre arritën të luajnë në kampionatin Grand Slam të tenisit në Francë. Ishin 50 lojtarë ata që mundën të marrin pjesë në kampionatin Wimbledon në Britani. Vetëm 2 prej tyre arritën në finale dhe vetëm prej tyre vetëm njëri e fitoi kupin.
në fakt isha unë ai fituesi i asaj kupe. Kur mora kupën në duar dhe e ngrita lart plot gëzim, kampion i Wimbledonit, nuk e pyeta Zotin asojherë përse unë o Zot. Përse tani që më kaploj kjo sëmundje të them përse unë o Zot. Po, përgjigjet një besimtarit, realisht domethënë i cili ka kuptuar dhe ky udhtim që është përshkruar domethënë shumë përshkrim real i këtë asaj ecurie që e bëjnë një pjesë e madhe e njerëzve në sportin e tenisit konkretisht, po edhe këtë sporte të tjera. Edhe kjo është ajo që e them. Po shumë mirë thove. Ibrahimovici suksesin domodin i atribuon vetvetes. E lip Zotin kur është në tragjedi. Po, a nuk ka pat sukses e harroi Zotin, bile e mohoi kë. Po da. Bile ka mohu. Tash pse e lip Zotin ti? Po da. Pse e lip Zotin? E kjo është ajo që na thot Allahu wala nabluwannakum bil khairi wa sharri fitne. Ne do ju sprovojmë edhe me të mira, edhe me të këqija për t'ju testuar. Po da. Test. E kur na sprovon Allahu me të mira, na sfankomi. As po falenderojmë Zotin. Kur na sprovon me të këqija, ku është Zoti tash? Po mirë, parti pse tha o Zot falënderes ty. Po da. Edhe prandaj përshkrimi i këtij teniserit që ka fenomenal është tamam një përgjigje një besimtarit, domasi nuk e lipa Zotin kur arrita suksesin, s'kam shka lipi tash Zotin kur ka smumesit. Domethënë, andaj ose je falendrues ndaj Allahut kur ke suksese, që pastaj të Allahu të furnizon me durim. Dhe të mos bësh këtë pyetje. Ku është Zoti tash? Me durim do të ballafaqosh sprovën me durim siç e ballafaqove mirësinë me falënderim. Edhe kjo është ajo që neve na ka treguar Islami, shef tash na po bëjmë mohabet lirë, edhe dalin gjëra spontanisht. Tani del kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min është për të çudit puna e besimtarit. Tash e kuptojmë saktë këtë hadith. Me këto shembuj që i tregum. Është për të çudit puna e besimtarit. Kur e godet një e mirë, ai e falenderon Allahun dhe kët nuk e ka askush veç besimtarit. Dhe kur e godet një fatkeqësi, ai është durimtar dhe kët nuk e ka askush përveç besimtarit. Andaj puna e tij është e mirë. Se jeta është kështu. Domthonë rezumeja e këtij jetës është mes suksesit dhe dështimit. Mes të mirave dhe të këqijave. Mes këndjes dhe pikëllimit, mes kënaqësisë edhe mërzisë. Kështu është jeta. Kur të kish të mira, falënderoj Allahun. Edhe atribuoja këto të mira atij. Kur të kish të këqija, bën sabër, duro. Se kështu është jeta. Të vjen një e mirë, pas të cilës vjen një e keqe. Nëse falënderove Zotin të mira, atëherë kjo e mirë ka me ta mbush zemrën me iman, ke me pas fuqi, me bë ballë, me durim, me sabër këtë fatkeqësi. Nëse bën barë në këtë fatkeqësi, Allahu ka me ta shpëli me një mirësi tjetër. Nëse e falënderon Allahun në atë mirësi, atëherë edhe nëse të vjen një fatkeqësi tjetër, ka me të dhënë andaj besimtarët në të gjitha situatat, për shembull kena Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Allahut, për gjithësi, Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam. Në momentet më të vështira të jetës së tyre, ata kanë qenë, domethënë, si çelik durimtar, si kodat e mëdha të palëvishme, durimin e tyre. Pyq, as nuk kanë hamensu një sekund, a me bo sabër, a mos me bo sabër. Shive Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vjen jetën e çon si jetim. Pa non pa bab. Po. Do thot baba i vdes para se me lind, nana i vdes masi të lind, domethën i vogël, e rit bab gjyshi. Gjyshi që themi na. Masi i vdes gjyshi, kujdes për të axha i tij. Kjo është domo pjesa e rinisë së tij. Pastaj kur bëhet familja vet, prej 7 fëmijëve që e Zoti, 6 ja merr ndërkohë. I metet vesh një fëmijë që vdes mas tij. Ai është Fatime radhiyallahu anha. Ekonomikisht kur s'ka pas domethën pasuri shtesë në shtëpinë e tij. Zakonisht kanë mungu gjërat esenciale. Mi po kur se ke ndëgju, ai mua anku. Se zakonisht gjitha këto situata i ka shiku anë pozitive. Për shembull, normalisht ai ka qenë pjesë e pejgamberisë, dhurata më e madhe, kështu që keq çka ka ndodhur pas kësaj ai se ka shiku, as si ka dhënë fal vlerë dhe rëndësie. Edhe andaj kështu besimtarët, edhe njerëzit në përgjithësi, nëse kultivojnë mirënjohjen ndaj Zotit dhe falënderimin ndaj Tij për të mirat që i ka, edhe në momentin që ka fatkeqësi, zakonisht në jetë, edhe kjo është një element që nuk do të më shikojë ateistat, materialistat, se jeta 60 vjeçare, 80 vjeçare, në shumicën e vet është e mirë. Momentet e këqija do të shihen pak. Mirë, po shefin çka do të thonë verbëria.
Këtë ato momentet që janë 70%, 90% të mira i lënë pas dore, i haron, vetëm ato momentet e këqija i kujton, edhe aty e kërkon Zotin. Sikur ta kishe gjetë Zotin të mirat e tuja që ke pas, do e gjeshe Zotin me ty edhe në të këqijat kur të ka sprovu Zotin me ta. Nuk e gjetë Zotin në ato të mirat që i pate që ishin 70%, 90% e jetës tone, edhe në këto 10% momentet jetës tone të këqija s'kime gjetë Zotin tanë. Andaj edhe këtu tash e kemi hadithin tjetër. Çka thot pejgamberi sa? Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha. Njefa Allahun në bollok. Njefa Allahun në vështirësi. S'mundesh, tash ti nuk mundesh me lut me Zotin. Po. Kur kushi nuk jeti. S'mundesh kushte me S'mundesh ti kur don ti me njov Zotin e kur s'don ti mos me injoro Zotin. Është Ne njerëz jemi, njerëz, shok. Nëse ti më injoron një herë, dy herë, edhe vjen zor, edhe mlip, mu tham, vjen kesh, ama... Ku keve? Po, dje, para dje, mi injorojsh e ti mua. Jo që kisha nevoj për t'june, ama njeri me njeri, nëse injoron disa herë, edhe vjen momenti i vështirësisë, nuk kujdeset për ty. E jo ma Allahu dhu gjelali cili jeta jon pa te nuk ka mundësi me jetu, nuk ka kuptim, a kupton. E tash ti e injoron Zotin, për shembull si përmendëm gjithë ato sukseset tuaja, e kur ti e zor ku është Zoti tash, e se besoj. Ti nuk i bën dam Zotit pse e shpreh mosbesimin ta. Edhe pse ti, domethënë mundohesh me keq përdor këtë rast për me përhap ateizmin dhe luftën kundër Zotit. Përkundazi, ti veç i shton vuajtjen këtë botë vetvetes, se zakonisht njerëzit domethënë puna e vetvrasjes është njëra prej zgjidhjeve që ata e zgjedhin me gjithë këto suksese edhe pasuritë që kanë. Smundjet psiqike janë njëra prej përfundimeve që i kanë, vuajtja shpirtërore janë njëra prej dënimeve që i përjetojnë që në këtë botë para se me shku te Zoti. Edhe s'kanë mundësi me pas jetë të lumtur ata njerëz, kur njerë, hiç me garancë. Asnjë njeri ateist, mosbesues, refuzues i Zotit, nuk ka mundësi me pas jetë të lumtur. Në momentet më private të tyre, në momentet më intime të tyre, atë kur rrëfehen ata, edhe tregojnë se pishmallokun e tyre që kanë qenë të këtill refuzues dhe Zotit, edhe vuajtje shpirtërore që kanë shoqëruar ata dhe ankthin e vazhdueshëm që kanë pas gjashtë natë kur janë vetëm ata vet.